Drejton, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dukaxhinit. Faleminderit për telefonatën, faleminderit për vlerësimin edhe fjalët e mira për rezultatin e arritur në Paris. Patjetër, Parisi është një Grand Slam i Parisit, realisht është një prej garave më të forta. Distria del me medaljet artë, sa i kënaqur personalisht në pjesëmarrjen e Distrisë aty edhe me atë çka ke pa. 30 sekonda e dashën Distrisë për ta fituar finalin. Distria ditën e shtunë kur ka garu, në fakt ka shku të rrit performancën prej mecit në meç, e luftës në luftë, edhe faktikisht edhe gjysmëfinalja edhe finalja ka kulmu në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që them drejtën, jam jashtëzakonisht i kënaqur me performancën e saj. Një sportiste që ka një karrierë shumë gjatë edhe që e thash më herët ka kulmu aty ku duhet edhe aty ku është më interesant për botën sportive, për mua si trajner, por për gjithë Kosovën edhe shqiptar kudo që janë në finale me një fitore jashtëzakonisht atraktive që e ka bërë një palestër me 20.000 persona aty mund je jashtëzakonisht emocionuar me judon, teknikën edhe krejt ajo që ka karakterizu. Domethënë 27 sekondat e Distrisë në fitoren e saj në luftën finale. Përpos kësaj, Distria tash e udhëheq ranglistën e kategorisë së saj në minus 52 kg si e para në botë. Po, Distria ka konsistencë në rezultatet e saj dhe faktikisht ranglista botërore është e rëndësishme shumë për shkak se në çdo garë ka shortin normalisht më të mirë, është barçja e parë, edhe konsistenca e saj në rezultate, pothuajse në çdo garë merr medale, tregon që ajo tash për momentin është ranguar e parë në kategorinë 52 kg, por jo vetëm, është edhe më e ranguar prej krejt gjutistave për momentin, diçka që e bën jashtëzakonisht të veçantë emrin e shtetit Kosovës, jo vetëm emrin e Distrisë apo neve si komuniteti gjutës. E përmende, e bën të rëndësishëm emrin e Kosovës, po këtu u bë rëndësishëm edhe për faktin kur u bë rangimi i shteteve që kanë fituar medalje në Grand Slamin e Parisit. Mu që kanë bëni përshtypje dhe që kanë befasoj jashtëzakonisht shumë ke Japonia prapa Kosovës. Po, në konkurencën e vajzave, kësaj radhe ne kemi dalë para Japonisë, kemi një vend parë, një vend shtatë, ata kanë një medalje të argjend edhe 4 bronzta. Normalisht dihet që Japonia është superfuqi botërore, po ja që ndonjëherë medalja e artë është me të vërtet vështirë e arritshme edhe për një shtet si Japonia. Kështu që kjo e bën të veçantë këtë ngjarje, kjo e bën të veçantë ndjenjen e fitores së sportistes tonë. Duhet patjetër me të pyet në aspektin personal kur i sheh krejt të arritjet toni, sa ndihesh krenar me veten? Po drejtën nuk e mendoj në atë formë asnjëherë punën time, as nuk e vlerësoj veten, pres njerëz tjerë me vlerësu. Për mua është shumë e rëndësishme që ende po kam vullnet me punu, ende po jam me dëshirë të madhe me kriju sportista të ri. Them drejtën, unë e kështu satisfaksionin tim si trajner kom arrit me medalet e fituara në lojra olimpike, kampionate botërore evropiane, gjithë atartat e mundshme i kom si trajner, po them drejtën, ja që para 2 ditë kom pas një emocion jashtëzakonisht veçantë. Kjo po më bën mundi jashtëzakonisht mirë që po e kemi një kontinuitet, po e kemi një vazhdimsi të rezultateve të mira. Është e vërtet që tash e kemi edhe një ekip ton trajnerave, Majlinda, Fatosi, Kushtrimi, Nora e shumë tjera që po na ndihmojnë. Është me rëndësi që tash kemi ndërtuar edhe trajner të ri që po ndërtojnë gjenerata të reja, e besoj shumë që edhe ata do të vazhdojnë rrugtimin tim si trajner me të arritura, por jo me emra tash të dëshmuar, po me emra të ri. Fantastike. Kur vjen puna te vlerësimi, e përmendë vlerësimin, kemi marrë pjesë tek Universiteti Kodokan i Tokios, kur diskutuam para se të lidhemi, për çka bëhet fjalë realisht? Pakte kemi ndërtu një komunikim të veçantë me Kodokanin, që është, sigur me thonë, meka e sportit judës, aty ku ka lind sporti judës. Në fakt, erën e kaluar me Majlinda me një grup kadet ka shku atje, e ditën e diel, këtë javë të fillojnë prapë, kemi një takim të rëndësishëm sonte me përfaqësues të Kodokanit, edhe faktikisht
na e kanë hap derën në mënyrën më të mirë të mundshme. Normalisht, rezultatet tona, të arriturat tona, dedikimi jon për sportin e judos ka bëu që ata gjithmonë na hapin derën, na pranojnë me dashamirësi, kështu që dillen një grup i kadetëve bashkë me Majlindën do të udhtojnë në Japoni për 2 javë, kështu që ne kemi ndërtu një komunikim të jashtëzakonshëm, të mirë, frutëdhënës, edhe po besoj që ky do të vazhdon tutje në mënyrë që trenerat e ri, në thonë, që janë afër me tash, ta kenë edhe ma lehtë, se sa që e kom pasun, që eksperiencat t'i shkëmbejnë me ato ekipet ose me universitetet ma të mira dhe ma të forta të sportit judos në botë. Toni, për mos me të marrë ma shumë kohë, pasi keni edhe angazhime atje, faleminderit që ndave kohën me komuniku, me dëgjues tonë, me dëgju rrethimin tonë nga atje, edhe ju urojmë shumë sukses në vazhdim. Na im njohurit e tua të thella në sportin e judos më kanë bo që me ty të kem komunikim përkundër obligimeve tona. Ju kërkoj falje edhe kolegëve tu që kemi pas me të vërtet shumë thirrje, ftesa për emisione, por atë që kemi agjendën e ngjeshur, kështu që je i pari që të kom jep intervistë prej Parisit, jo pse nuk po kemi dëshirë e asi, por me të vërtet jemi shumë nxanum, por shpresoj që në ditët në vijim do t'ju përgjigjem edhe kolegëve t'juj në intervistat e ardhshme. Faleminderit shumë trajner, shumë suksese, faleminderit që na bëni krenar. Shumë faleminderit. Ciao.